Votat që humbën rrugës e qytetari në pritje. Në Kosovë, vota vazhdon me qenë shejt, paktën teori. Sepse pas zgjedhjeve të fundit, ajo që duhet të ishte proces numërimi, u shndërru në proces rikujtimi. Ai ka pas këtu vota ky kandidat apo i ka huazu dikush përkohësisht. Ato e kthyen procesin demokratik në një histori me kapitull të papritur, kur realisht procesi duhet ishte formal, u zhdërua në hetim penal. Rregullsi kohë në britull. Kush hyn në kuvend, kush mbetet jashtë, kush bëhet deputet e kush mbetet vetëm vot statistikore. E sot ende nuk jemi me rezultatet sakta, por institucionet po theksojnë se rezultati i përgjithshëm nuk ndryshon. Në fillim u tha se ishin gabime teknike, pastaj lodhje të komisionerëve, e pastaj mungesë përvoje, e në fund shpërtheu bomba e plot komunave. Prizren, falsifikim, presion, kërcënime e rishfet. Por këtu nuk mbaroi historia. Në Drenas, pas rinumërimit votave, u zbuluan dallimet të qarta ndërmjet numërimit fillestar dhe rezultateve të reja. Si dhe në Malishev, me rinumërim u zbulua se subjektet politike kishin fituar më shumë vota se sa që kanë votuar qytetarët. E kanë qitë votën, nuk e ka qitë votën, e rani u kohën. E derisa hyn krejt komunat në hetim. Nëse muaj më parë, votuesit ankoheshin se votat nuk llogariteshin mirë, tani numërimi po ringjallet si projekt artistik, ku secila komunë i ka kap votat e veta. Disa me plus 200 vota që s'ka votua askush, e tjerat minus 600 vota që u zhdukën si bora ndjell. Derisa fjalat që askush nuk guxoi me thënë me zot lart, filloi me u përmend gjithnjë më shpesh, manipulim. Por çka u dëmtu demokracia jon? Sa më shumë që u përsërit procesi, aq më pak u përsërit besimi. Demokraci kjo që ende po e kërkon veten mes ligjit dhe praktikës, ku dështuan dhe e humbën kuptimin. Demokraci kjo që ende mund të funksionoj me defekte e që ky proces mund të zvaritet dhe prap të konsiderohet normal. Zgjedhje që realisht duhet me qenë akt vullneti, vota veç futet në një kuti e pastaj bëhet e negociueshme, derisa ta humb plotësisht peshën dhe heshtja të fitoj mandat. Për më shumë informacione, klikoni në kanalin Molte TV.